Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek fetavat e Sheikhul Islam Ibn Taymijes, kemi arritur tek kaptina murtedit apo lënësit, ai i cili ka qenë musliman dhe pastaj ka lënë dinin e Allahut azza wa jall. Murted është ai i cili bën shok Allahut, domethënë shirk Allahut azza wa jall, e urrejn pejgamberin alayhis salam dhe asaj me të cilën ka ardhur. Domethënë çdo urdhë që ka ardhur nga pejgamberi sa ai e urrejn dhe thot lë refuzimin e të këqijave edhe me zemër. Domethënë edhe me zemër ky person është murted, ka bërë ridde. Gjithashtu murted është ai i cili supozon se ndonjëri nga sahabët ka luftuar së bashku me jo besimtarët apo e lejon këtë vepër nëse merr mes tij dhe Allah ndërmjetës. Më thonë, shirk i bën Allahu azza wa jall, mbështetet tek ata, i lut ata, kush dyshon në një cilësi të Allahut, të cilën nuk e ka të panjohur, ai është murted. Por nëse njeriu i tillë ka mundësi të ketë të panjohur, domethënë ka ignorancë, ka xehel, atëherë nuk është murted. Janë hyn te kapitulli i ignorancës, që duhet iqamatul hujja, që duhet ngritja e argumentit. Sot musliman jam, bën gabime, apo dhe nuk e din, bën kufër apo shirk, po nuk e din. Pikërisht për këtë pejgamberi sa nuk e bëri kafir njeriu i cili dyshoi në forcën e Allahut për me ringjall. Kjo është vetëm pas dërgimit të pejgamberëve. Një person i cili ka pas shumë mëkate dhe thot sikur thot më ringjall Allahu azza wa jall, para më ka dyshu në fuqinë e Allahut që mundet me ringjall. Kjo është kufër, kjo dalë pi fesë, është fjala e tij. Mirë po, pejgamberi sa nuk ka thonë që ka dalë nga feja, sepse nuk ka ditë. Nëse murtedi bëhet musliman, mbron me këtë pasurinë dhe gjakun e tij, edhe nëse nuk ka kush ta gjykojë për islamin e tij. Pastaj, murtedi nuk duhet ta kryejë atë që i ka ikur nga adhurimet në kohën e riddes. Domethënë gjatë kohës së riddes, tu kon jo musliman, nuk ka nevojë mi kry adhurimet, apo veprat e mëparshme nuk prishen me dalje nga feja nëse pendohet para vdekjes. Ka bo para bërjes ridde, ka bo veprat mira, pastaj ka bo ridde, pastaj u kthy është pendu, Allah subhanahu wa taala nuk ja hup ato veprat. Të treguarit e të ardhmës me anë të yjeve është një lloj sihri. Sikur magjistarët apo këta që mirën, keni bërë për televizion nëpër media të ndryshme, që nëpërmjet yjeve ta tregojnë të ardhmën kishe. Kjo është sihr. Kjo nuk lejohet. Fëmijët e besimtarëve janë me prindërit e tyre në xhennet. Më thonë fëmijët e besimtarëve zbashku me prindërit e tyre në xhennet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa fëmijët e mushrikëve, idhujtarëve, do të sprovohen ditën e gjykimit. Allah e di më së miri se çdo të vepronin nëse do të jetonin. Tani kemi kaptinën e xhihadit. Kaptina e përpjekjes. Ai i cili nuk mund të bëj xhihad me trupin e tij, nëse mundet duhet të bëj xhihad me pasurinë e tij. E dim, xhihadi është shumë lloje vllazni. Është keq kuptu xhihadi që mendohet se është vetëm xhihad luftarak, xhihad me armë. Xhihad ka kundër nefsit, xhihad ka kundër shejtanit, xhihad ka me munafikat, xhihad ka me çdo dyshim që e sjellin jo besimtarët, bidatxhit. Këtë është xhihad kjo. Njëri prej xhihadit është edhe xhihadi luftarak, i cili ndahet në disa lloje. Në xhihadut talab, xhihadi sulmus, dhe xhihadu difa, xhihadi mbrojtës që kur të sulmohet prej armiku duhet me mbrojt e ki farz me mbrojt vendin ton që po sulmohesh. Xhihadu talab, xhihadi sulmus është kur plotëson kushtet, apo dhe kjo normalisht duhet të jetë me pris, jo kokë në vete me bë grupin e me shpall xhihad. Ata të cilët kanë pasuri, atë pasuri duhet ta shpenzojnë në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Edhe gro duhet bëjnë xhihad me pasurinë e tyre, nëse kanë diç më tepër. Edhe nëse të vegjëlit kanë pasuri, gjithashtu nëse ka nevojë për atë. Duhet t'u jepet përparësi harxhimeve të xhihadit përpara ushqimit të rriturve, nëse me lënien e xhihadit ka dëm. Nëse ka dëm me lënë xhihadin, atëherë jepet përparësi xhihadit para të varfërve. Subhanallahu. Shpenzimi për në xhihad nëse armiku është në dyert e qytetit ka përparësi para kthimit të borxhit. Më thonë borxhi paramendos sa vlerë sa çështje e madhe është mja kthy borxhin dikujt, mirë po kur të vjen çështja që në dyert e qytetit i ke armikun përpara, duhet jepet
pasunia dhe më thonë ati që bën gjihad fi sabilillah. Mirë po nëse gjihadi është me urdhër të kryetarit, atër ka përparësi kthimi i borxhit, sepse kryetari nuk duhet ta nxjerr në gjihad njeriu i cili ka borxh nëse ka të drejtë dhe nuk ka nevojë për të. Kjo është fjala për gjihadin mbrojtës, apo edhe gjihadin kur bëhet me pris. Se normalisht kur të futet ty në qytet, apo ti secili duhet me mbrojt vetveten e vet në forma të ndryshme. Apo në forma të ndryshme, në shtëpi nëse të vjen ti s'ki me prit prisjen me dhën urdhër, po ti ke me bë xhihad me mbrojt nderin tënd, me mbrojt pragun e shtëpisë, apo. Pastaj nëse borxhdhënësi do të luftoj me atë borxh, atëherë borxhliu duhet t'ia kthej borxhin, sepse me këtë plotson dy interesa, xhihadi dhe kthimi i borxhit. Të gjithë dietarët janë të pajtimit se nuk ka vepër vullnetare më me vlerë se sa xhihadi. Më thonë shumë çështje e madhe. Të gjithë dietarët janë të pajtimit, ka pajtim mes dietarëve, se më mirë është të jetosh në fronte se sa në Mekke. Mekke, para më ndëshar vendi i shejt është 100.000 namaze me i falë. Mirë po thotë Shekull Islam Ibn Taymija, kur është lufta, apo në front është më e hajrit me jetu. Duhet të mbrohet feja dhe familja nga sulmuesi i cili prish fen edhe dynjon. Nuk ka vepër më të mirë pas besimit në Allahun se të mbrojturit nga armiku sulmues. Paramendo, nuk ka vepër më të mirë pas besimit në Allahun se të mbrojturit nga armiku sulmues. Ky gjyat nuk ka asnjë kusht për mbrojtje si të mundet. Po, shan vjen shkavi me sulmu në Kosovë, edhe ti duhet me mbrojt deri në pikën e fundit të frymës tënde, deri në frymën e fundit apo deri në pikën e fundit gjakut tënd, me mbrojt fi sabilillah vendin tënd. Se dhe kjo edhe Kosova është pasuria jonë, vllazni. Sepse llojit e xhihadit janë ndryshëm, qysh tham, apo ai person i cili apo shahidat realisht. Shahidat janë të ndryshëm. Nuk është vetëm shahid ai person i cili lufton që të ngrihet fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Për shembull, shahid është personi i cili lehonia, pasom është gruaja, gjatë lehonis, gjatë shtatzanis, apo ko e dion e vdes, dhimbje të barkut, apo gërmadha, bjerë për toke, kallët, gjitha këto gjëra, edhe një prej shahidllëqeve, shahidllëkut është edhe personi që e mbron nderin, moralin e vet, po dhe pasurin. Qoftë pasurin, që është pasuria individuale, kështu, po qoftë edhe Kosova, që jeton në atë vend, pasuri, Kosova është pasuri e muslimanve e jona dhe duhet me mbrojt me lejen e Allahut subhanahu wa taala, dhe personi nëse e mbron për hir të Allahut e ka shpërblimin e shahidit insha Allahu taala. Gjihadi ka disa mënyra të ndryshme. Ka gjihad i cili bëhet me gjuhë, thirrje, argumentim, sqarim, mendim, meditim dhe prodhim. Pra këto lloje për robën janë detyrim derisa të mund t'i veproj. Qysh është trajtuar më herët, apo qysh tham, në thirrje, në dyshime, në demaskime, gjitha këto gjëra bëhen me shkrim, me gjuhë, me laps, me krejt këto gjëra. Prej gjihadit është edhe për kujdesja me të mirë për familjet e luftëtarëve dhe pasurinë e tyre. Shkon për shembull dikush në xhihad, edhe familjen nuk ka familja, është e varfër, subhanallahu, s'ka si më ushqy, atëherë është mirë me ushqy familjen e një luftëtari. Këtë lloj xhihadi mund ta bëjnë njerëzit që kanë arsye për të mos dalë në xhihad. Është i smut, ka pasuni, atëherë normalisht ju jep dhe ushqen familjarët e luftëtarëve. Xhihadi bëhet farz ain, farz obligim individual, nëse gjendesh në rresht. Dhe më thonë, nëse je thirr prej prisit, edhe ke dalë në rresht, në saf me muslimanët karshi armikut, aty e ki obligim ain individual që deri në fund mos m'ia kthy armikut shpinën përpos ndonjë strategjie që e sheh komandanti luftarak apo prisi për të kthyer dhe pastaj prap fuqizuar, apo për që është ikje taktike që i thënë, apo në luftë termet luftarake që janë, dhe pastaj jo që të dezertoj, por se të kthehet prap në kësi raste lejohet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe më thonë, nëse gjendesh në rresht, kjo është farz ain, apo kur fillon luftimi dhe kur të bëj thirrje kryetari i muslimanëve. Shamë, nëse jeton me një shtet, kryetari është musliman dhe bën thirrje direkte popullit që me mbrojt vendin
mi mbrojt muslimanët, e ki obligim një bind në të drejten. Taqiyuddini, Sheikhul Islam Ibn Taymija, poshtë para kësaj, nëse kryetari u lejon disave për mos prani, për ta nuk ka të keqe. Se cili shtet i ka institucionet e veta dhe e din që filoni nuk mundet. Apo, Taqiyuddini thot se vendet islame janë një. Nëse armiku hyn në vend islam, është detyrim të mbrohet me më të afërmit. E kështu me radhë. Atëherë është detyrim dalja në xhihad pa leje të prindit kur sulmosh, apo pa leje të Zotit të borxhit. Unë e kam marrë si shembull, për shembull, shteti më i afërt për Kosovën i muslimanëve që mundet me e mbrojt Kosovën, kush është që i bie përgjegjësia? Është Turqia, vëllazni. Është Turqia. Sa arabët janë shumë larg. Më thonë, Turqia në aspektin gjeostrategjik neve më na sulmu kufart si vend musliman që jemi, atëherë kush e ka përgjegjësinë sheriatike? E ka shteti më i afërt që është i muslimanëve, më i afërt. Kush është më i afërt për neve? Është Turqia. Andaj Turqia duhet do thot me i tregu dhëmbët karshi jo muslimanëve, dhe këto e ka bo. Ka pas raste për shembull në vitin 1997 kur kanë trazirat në Shqipëri, apo dëshiroj që Greqia më fut në pjesën anik afër Greqisë, dëshiroj që me marr atë pjesë dhe një ultimatum i dha institucionet atje të Turqisë, Greqisë, që ti nuk guxon me hi tek Shqipëria me marr atë pjesë të tokës, dhe nuk guxuan grekët, domethënë ta bëjnë të futen me njësitë të tyre. Pastaj është detyrim që në çështjet e xhihadit të merren mendimet e njerëzve fetar të vërtet, të cilët kanë përvojë në punët e kësaj bote. Mendimi personal i personave fetar të cilët nuk kanë përvojë për punët e kësaj bote nuk merret parasysh. Çështja e robërve të luftës është në dorë të kryetarit. Ai vepron atë që është në interes të muslimanëve. Ashtu siç vepron pejgamberi sa me banorët e Mekkës. Lejohet, domethënë ajo, nëse i masakrojnë muslimanët, domethënë armiqtë e islamit, vinë luftë edhe masakrojnë. Të njëjtën mënyrë mundesh ti m'ia kthy edhe pabesimtarëve siç kanë ata domethënë të kanë vrarë. Përpos, nëse ata i dhunojnë motrat tona, nuk lejohet m'ia kthy në formë të njëjtë me i dhunu gratë apo çikat e tyre. Kështu nuk lejohet. Mirë po, nëse forma të ndryshme tregojnë jo mëshirë apo pa rregullat luftës, po themi, apo kushtimisht, atëherë lejohet m'ia kthy të njëjtën formë si e bëjnë qafirat ndaj muslimanëve, që edhe ata le ta ndin atë mundim që ja u bëjnë muslimanëve. Po ashtu, mirë po, muslimanët kanë të drejtë që mos me kthy në njëjtën formë. Më thonë, kanë të drejtë edhe mos me kthy në njëjtën formë, normalisht të bësh durim është edhe më mirë. Apo ta vrash në mënyrën se si bëhet lufta, apo. Nuk shpëton asnjëri prej shirkut vetëm nëse largohet nga pasuesit e saj tërësisht. Domethënë duhet mu largu prej pasuesve të saj tërësisht, të mos jesh pjesë e një organizimi të shirkut. Po ashtu është ndaluar të ndihmohesh nga bidatxhinjët në punët e muslimanëve, sepse ka dëm të madh për muslimanët. Ata thrasin bidat dhe janë shumë të rrezikshëm. Ndalohet që muslimanët të ndihmojnë armikut të tyre, përveç nëse duhet të largohemi prej të keqës së tyre. Ai kanë trajtu ulemaja çështjen kur lejohet me kërku ndihmë prej kafirit, apo kur lejohet me bë tregtime ta, apo kur lejohet me i dhon dhurate. Gjitha këto janë trajtuar nga ulemaja për më umshil gojën në një aspekt me para, edhe që mu rujt nga domethënë dëmi i tyre. Djegja pasurisë së vjedhësit të plaçkës së luftës bëhet si edukim e jo ekzekutimi detyruar. Këtë çështje ka në duar kryetari. Po ashtu lejohet që ndonjëri të zëvendësojë në xhihad me pagesë, me kusht që ai i cili të zëvendëson të mos jetë prej atyre që është bërë farz ain xhihadi. Nëse ka dikush farz ain, obligim individual, nuk lejohet me marr dikot tjetër në vend tij, me pagu.
Mirë po, në raste tjera ku nuk është ajn, atëherë lejohet. Fëmia nëse robrohet është në islam, sepse pason të Zotin e tij edhe nëse i ka me vete prindrit. Në një tekst ky është mendimi i Imam Ahmedit. Fëmia gjykohet, thot si musliman, nëse prindërit i ndërojnë jetë. Gjithashtu edhe nëse ka prejardhje të këputur, për shembull është fëmijë zinas apo prindërit të tij janë të ndarë me mallkim të njëri tjetrit, dhe për fund e kemi kaptina e lidhjes marrëveshje për paqe. Lejohet lidhja e marrëveshjes në përgjithësi dhe përkohësisht. Marrëveshja përkohshme nuk duhet thyer përderisa armiku nuk e prish atë. Subhanallahu, muslimanët e mbajnë marrëveshjen, nuk e thyejnë marrëveshjen. Më thonë, në histori dihet që muslimanët kur e kanë dhënë fjalën, e kanë çu deri në fund. Kush janë prishësit e marrëveshjes? Prishësit e marrëveshjes çdo herë janë kufart, si janë të pabesë. Tek ne kemi pleq tonë, na kanë thonë shkau nuk ka besë. Shkau s'ka besë. Na i qëndrojmë fjalëve, pas kur ta japim fjalën, mirë po kufart nuk e kanë këtë cilësi. Më herët me një derse pa ta potencu, një xhami patën fillu me rregullu në Zemun të Beogradit, një qytet afër Beogradit. Disa vllaznia shkali e Rom, patën fillu edhe u ngritën krejt në këmbë ata kur erdhen forcat policore për me shkatru xhamin, për me rrëzu, me rënu. Edhe bajegi njerëz, bajegi musliman aty, sikur të kishin një policia me ndërhy, atëre ish bo aty si fush betej me thonë, edhe ish bo trazir. Atër çfarë bën shkijet? Ju thanë këtyre muslimanëve, po i lojmë na, apo bëni letra aty, shkoni në komunë apo ku e dione, procedurat shkurt e qartë, edhe deri në bërjen e procedurës ju mos ndërtoni asgjë. Tamam, në rregull musliman thanë, në rregull. Subhanallah, në qatë natë, vllazni, në qatë natë, para namazit sabahut, kanë ardhur forcat e shumta policore, kanë ardhur me bagera dhe e kanë rrafshu ajo pjesë që e bëhe xhamisë. E kanë rrafshu. Çtu shihet që shkau s'ka besë. Po të thotë subhanallah, procedurat bëjni, ka dale. Ndalojni punën, mirë që hajde për ndalojone. Unë pi qëndroj besnik, fjalëve të mia, mirë po shkau nuk i qëndron. Kur e në qunë namaz sabat, subhanallah, tu kajt, kur e kanë pa, dhe me thonë, rrafsh e kanë bo ato murët e xhamis që janë ndërtu. Si pas mendimit më të vërtet të dietarëve, marrëveshja nuk prishet me vetë frigën nga tradhtia. Dhe e fundit, ndërsa lidhja marrëveshjes së përgjithshme lejohet dhe kryetari i muslimanëve vepron sipas interesit më të madh të muslimanëve, deri në dersin e radhës me kaptina marrëveshjes me kjafiret që jetojnë qytetin islam, marrja e gjizjes së tyre, kaptina e ushqimit, e therjes, e gjuetisë, betimeve, zotimeve, gjykimit, kaptina e përbetimit edhe po kryet libri, inshallah taala, e pastaj pas këtij libri biidhnillah do të flasim për edukimin e fëmijëve, inshallah taala, që ka nevojë mu trajtu kjo temë. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nëse keni ndonjë pyetje, atë që na ka lehtësuar Allah subhanahu wa taala, do t'ju përgjigjemi. Allahu ju shpërbleft.